Për drejt, ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias sot zhvillon një vizitë zyrtare në Tiranë, ku parashikohen sipas agjendës së bërë publike dy takime, ai me ministrin tonë të mbrojtjes Ermal Nufi dhe më pas një takim me kryeministrin Edi Rama. Për këtë do të shkoj tani në një lidhje të drejtë për drejtë tek Raziela Muslime, gazetarja jone politikës, për të kuptuar çfarë është e pritshme, qëllimet e kësaj vizite dhe deklaratat mundshme që mund të vinë në kuadër të kësaj vizite të ditës së sotme dhe takimeve që parashikohen. Raziela, të përshëndes, çfarë do të ndodhë sot, si do të nisë agjenda e ministrit grek, do të priten deklarata publike? Përshëndes Arlind, vizita zyrtarisht duhet këtë nisur tashmë me pritjen e parë që është rezervuar ministrit grek të mbrojtjes Nikos Dendias nga ministri i mbrojtjes Ermal Nufi, do të pritet në ministrinë e mbrojtjes, por nga informacionet që kemi marrë zyrtarisht nga ministria e mbrojtjes nuk do të ketë deklarata apo një konferencë për shtyp mes dy homologëve, mes ministrit grek dhe ministrit shqiptar të mbrojtjes Ermal Nufi, por besoj do të përcillet vetëm një informacion i shkurtër mbi temat kryesore të diskutimit dhe arsyen e vizitës së ministrit Dendias. Pas kësaj vizite me homologun shqiptar, Nikos Dendias do të vi menjëherë në kryeministri, aty ku do të pritet nga kryeministri Edi Rama. Takimi është parashikuar të mbahet kokë më kokë dhe do të nisë në orën 12:30. Siç parashikojnë dhe siç kanë shkruar edhe mediat greke, pritet që mes ministrit grek Nikos Dendias dhe kreu qeverisë shqiptare të konsumohet edhe një drek në një prej rezidencave qeveritare. Megjithatë nuk kemi ende informacion të konfirmuar nga pala shqiptare sa i takon kësaj çështje dhe këtu po i referohem vetëm asaj se çfarë shkruajnë mediat greke. Sigurisht Arlind që në fokus të këtij takimi, të kësaj vizite zyrtare, pritet të jetë një prej çështjeve kryesore, siç është ajo e detit, një prej çështjeve të hapura dhe mosmarrveshjeve më të mëdha që kemi me Greqinë, delimitimi i zonës ekonomike detare, për cilën në fakt është folur shumë, por është bërë pak. Nikos Dendias së bashku me kryeministrin Edi Rama, por atëherë Dendias në cilësinë e ministrit të jashtëm në 2020, së bashku me kryeministrin Rama kanë qenë ata që kanë njoftuar se mosmarrveshja e detit do të shkojë në gjykatën ndërkombëtare të Hagës dhe se të dyja palët kishin vullnet për ta zgjidhur në një gjykatë ndërkombëtare, për sa kohë nuk po arrihej të gjendej një zgjidhje dhe një dakordësi me dy grupe dhe me dy palë negociatore të ulura në tryezë, kështu që do duhet kërkohej ndihma e një pale të tretë, siç janë gjykatat ndërkombëtare. Megjithatë nuk është bërë thuajse asgjë në këtë drejtim. Ka patur janë formuar disa vite më parë dhe grupet negociatore, dua të rikujtoj këtu, por sa i takon grupit negociator shqiptar ka mbetur për autorizim vetëm nga presidenti Bajram Begaj dhe nuk ka patur zhvillime të tjera dhe kjo pritet të jetë një nga çështjet kryesore. Sigurisht pala shqiptare vazhdimisht ka artikuluar edhe kërkesën për heqjen e ligjit të luftës që qëndron ende në fuqi, por gjithashtu një nga çështjet që mund të jetë pjesë e diskutimeve me ministrin e mbrojtjes dhe me kryeministrin Edi Rama kryesisht është ajo për çështjen e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tashmë që Shqipëria po përparon dhe ka një dritare të hapur dhe një dritë jeshile nga Brukseli në këtë aspekt. Mirë, duke qenë se përmende integrimin, të lëm pak pas vizitën e ministrit grek nesër, siç kemi njoftuar në 26 maj, është parashikuar që në mbrëmje rreth orës 19:30 të zhvillohet në Bruksel konferenca ndërqeveritare Shqipëri BE për fazën e re të negociatave për integrimin e vendit. Çfarë mund të shpjegojmë, pra çfarë pritet ndodh dhe nëse mund të bëjmë dhe një kronologji, si erdhëm deri këtu në këtë proces? Është konferenca e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Brukselit, pasi Shqipëria ka hapur të gjithë grup kapitujt. Kjo është një prej konferencave ndërqeveritare më të rëndësishme, pasi është konferenca që konfirmon, themi kështu, zyrtarisht përmbushjen e pikave të ndërmjetme, standardeve të ndërmjetme që duhet plotësoj Shqipëria për grup kapitullin e parë dhe më të rëndësishëm, të ashtu quajturin themelore dhe që përfshin çështjet dhe sektorët më të rëndësishëm, siç është drejtësia, të drejtat themelore, liria, siguria, prokurimet publike, statistika dhe kontrolli financiar, pra
sa i takon grup kapitullit të parë, Shqipëria i ka përmbushur pikat e ndërmjetme dhe për këtë grup kapitull, për këto kapitull që unë përmenda në veçanti, do të njëtë me pikat përmbyllse, pasi pas mbajtjes së kësaj konference, zyrtarisht Shqipërisë japet rruga për mbylljen e grup kapitullve. Për këtë arsye ka patur një rëndësi të veçantë mbajtja e kësaj konference ndërqeveritare dhe kalimi i fazës së ndërmjetme apo të shumë diskutuarës, siç e njohim gjerësisht tashmë IBAR. Shqipëria e mori të premte ndritën jeshile në Koreper edhe sa i takon pikave të ndërmjetme për të vijuar më pas me fazën e përmbylljes negociatave. Konferenca ditën e nesërme do të mbahet në orën 19:30, pra do të mbahet në mbrëmje, ashtu siç është tradita tashmë pas çdo konference ndërqeveritare ka një deklaratë dhe një konferencë të përbashkët mes palës shqiptare, kryeministrit, në këtë rast pasi kryeministri Rama do të jetë ai që do të përfaqësoj vendin së bashku me një grup, me një ekip prej grupit negociator dhe sigurisht dhe pala e Brukselit që në këtë rast do të jetë Ursula von der Leyen si presidente e Komisionit Evropian. Po ka patur edhe një reagim kryeministrit sot për këtë apo jo? Çfarë ka deklaruar ai? E vërtet, ka patur një reagimi i tij parë sa i takon e curisë së Shqipërisë në rrugtimin, në antarësimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, pasi e ka cilësuar këtë fazë kur Shqipëria ndodhet aktualisht dhe mbajtjen e konferencës ndërqeveritare që përkon me 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit, një postulat të cilin kemi huazuar prej tij dhe kryeministri Edi Rama e përdor shpesh për Shqipërinë, dielli lind ande nga Perëndon, duke u referuar këtu Bashkimit Evropian dhe se Shqipëria, siç ka thënë kryeministri, pothuajse në çdo dalje publike ka vetëm një drejtim dhe ai është Bashkimi Evropian dhe në këtë aspekt nuk ka një plan B apo një drejtim tjetër dhe të gjitha energjitë e Shqipërisë do të fokusohen dhe do të drejtohen aty deri në përmbushjen e të gjitha kushteve dhe standardeve për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama e ka sjellë në vëmendje si një ngjarje me rëndësi apo si një koincidencë të bukur e ka cilësuar ai faktin që kjo fazë e rëndësishme përkon edhe me 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit. Mirë, edhe diçka tjetër sërish tek konferenca ndërqeveritare, për të shpjeguar edhe pak më thjesht, çfarë ndodh tani pas saj? Pra, është kuptuar deri më tani që ka patur një filtr goxha intensiv, nëse mund ta quajmë kështu, për hapat e Shqipërisë, po çfarë vjen më pas tani? Pra, për të kuptuar sa më thjesht, jemi në fazën e mbylljes së kapitujve, teknik, politike, kështu me radhë, apo jo? Si do të veprohet? Po, e vërtet, tashmë Shqipërisë i hapet rruga për mbylljen e grup kapitujve. Për ta shpjeguar që nga fillimi se si ka nisur ky proces dhe se si Shqipëria e ka tejkaluar këtë proces, në fund të muajit shkurt, Arlind, Komisioni Evropian i ka dërguar vendeve antare, i ka dorëzuar IBAR, raportin e ndërmjetëm për Shqipërinë, që për Komisionin Evropian ka patur një vlerësim pozitiv dhe janë cilësuar të përmbushur të gjitha piketat e ndërmjetme dhe standardet, por mbetin në vlerësimin e vendeve antare. Nga muaj mars, që nga 6 marsi kur Koela, grupi për zgjerimi quajtur ndryshe në Bashkimin Evropian me përfaqësinë e 27 vendeve të Bashkimit Evropian ka patur mbledhje e deri të enjten kur është miratuar zyrtarisht edhe në Koela, pra është tejkaluar kjo fazë, ka patur mbledhje të shumta diskutime se si Shqipëria do duhet të qasej në këtë aspekt në përmbushjen e piketave të ndërmjetme për grup kapitullin e parë që janë themeloret dhe Shqipërisë janë lënë detyra të shumta, sigurisht që drafti përfundimtar që është miratuar dhe është dakordsuar nga 27 vendet antare të Bashkimit Evropian ka qenë më i ashpër, më rigoroz dhe me kërkesa të drejtë për drejtë ndaj Shqipërisë, ku kërkoi të luftojë korrupsioni, i cili në draftin e tyre konsideroi si një shqetësim thelbësor dhe jo më serioz, siç ishte quajtur në dokumentet e mparshëm apo në ato të hartuar nga Komisioni Evropian, por duke cilësuar korrupsionin në nivele të larta në Shqipëri një shqetësim thelbësor, kërkojnë që të adresohet dhe që Shqipëria të bëjë një luftë pa kompromis në këtë aspekt, por po ashtu është kërkuar nga ana tjetër edhe
të minimizohen dhe të eliminohen, jo të minimizohen, por të eliminohen ndërhyrjet e qeverisë në drejtësi, është përgëzuar puna që ka bërë SPAK, pra ka patur një sër elementësh të rëndësishëm për cilat vendet anëtare kanë rënë dakord, ku gjua ndaj Shqipërisë dhe ndaj qeverisë shqiptare është ashpërsuar ndjeshëm, por në fund kanë rënë dakord që Shqipëria i përmbush piketat e ndërmjetme dhe do duhet tashmë të kaloj në mbylljen e negociatave, duke patur parasysh sigurisht disa kritere të rëndësishme, siç janë ato që përmenda më herët. Tashmë i hapet rrugë mbylljes së grup kapitujve, grup kapitulli i parë themelore që është hapur edhe i pari është më i rëndësishmi, do të mbyllet i fundit, por Shqipëria ka në total 6 grup kapituj dhe 33 kapituj për cilat do duhet të luftoj fort për t'i mbyllur teknikisht dhe më pas ka një tjetër hallk të rëndësishme ku me shpresën që mos të hasim në blokada, por edhe mund të ndodhë, siç është procesi politik, dakordësia 27 vendeve antare për t'i ngritur kartonin jeshil, për t'i dhënë dritën jeshil e Shqipërisë në mënyrë që tulet tjetë antari i 28 apo ndoshta i 29 në Bashkimin Evropian pas malit të zi, i cili gjithashtu po progreson ndjeshëm në këtë aspekt. Mirë, Azela, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, informacionet që përcolle me nisjen e vizitës Ministrit Mbrojtjes Grek Dendias, i cili ka një agjendë sot në Tiranë, po ndërkohë dhe në këtë prag të konferencës ndërqeveritare midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë ditën e nesërme, ditë rëndësishme në Bruxelles, në mbrëmje, ku do të zhvillohet kjo konferencë që i hap rrugë kështu dhe merr dritën jeshile për fazën përfundimtare të rrugës së Shqipërisë drejt Brukselit, atë të mbylljes së kapitujve. Proces